Përshëndetje për gjithë, të nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial, të nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të mediave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm. E hapi takimin 293 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më lejoni që të konstatoj quorumin të pranishëm. Sot jemi 6. Kërkoj nga shërbimi IT-s nëse është i kyçur dikush edhe online, për shkak se është dërguar edhe linku për prezencë online, respektivisht pjesëmarrje online, për shkak se nuk shoh që është dikush nga nuk ka, s'ka. Atëherë do të thotë të pranishëm jemi 6. Kemi quorumin e mjaftueshëm për vazhdu lidhur me këtë takim. Të nderuar anëtar, ju keni marrë agjendën dhe materialet dhe 20 pika të rendit të ditës. A ka dikush ndonjë propozim lidhur me rendin e ditës? Po japim parësi kolegës Elza. Urna. Po, fal. Faleminderit kryesues. Atëherë nderuar kryesues, nderuar zëvendës kryesues, të nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial, nderuar drejtor, të nderuar të tjerë të pranishëm. Ashtu siç ju kam dërguar përmes emailit kryesues për pikat që propozoj që të vendosen në takimin e radhës të Këshillit, duke qenë se pikat e tjera nuk janë të natyrës urgjente, konsideroj se në këtë takim si pikë të rendit të ditës e vetmja pikë që do të ishte e natyrës më urgjente është pika për propozimin e anëtarit përkatësisht caktimin e anëtarit të dytë zëvendësues në Komisionin për vlerësimin e performancës, duke qenë se në ndërkohë nga takimi i herës së kaluar i ka skaduar mandati prokurorit Lulzim Sulejmani, i cili ka qenë anëtar zëvendësues në Komisionin e vlerësimit të performancës dhe kjo na nevojitet për shkak të mos pengesave gjatë punës së vlerësimit të performancës. Faleminderit. Urja Elz, atëherë me qenë se kemi një propozim për juve, para se të shkojmë tek propozimet tjera, kush është për këtë propozim se të vendoset në rend të ditës për trajtim? Janë i 6 vota. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Atëherë konstatoj se do të vendos për trajtim në rend të ditës ky propozim. A ka ndonjë propozim tjetër? Ishim edhe një propozim nga kolegu Visar, por no? Po fal. Faleminderit kryesues, zavans të nderuar kolegë të pranishëm. Siç e dini, në takimet paraprake Këshilli ka formuar një grup punues për me mbikëqyrje zbatimin e rregullorës 03/2021 për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik SMEL. Ne si grup punues kemi dalë në vizita dhe pas kërkesës së vazhdueshme dhe kërkesës nga zyra BE-s që të fillohet me ndryshimin dhe plotësimin e kësaj rregullore, e cila ka dalë edhe nga gjetjet tona ka dalë si nevojë, propozoj që jetë pikë e rendit ditës edhe formimi i grupit punues për ndryshimin e rregullorës 03/2021 për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik SMEL. Po. Që të jetë pra pika 17 kjo, ndërsa pika 18 që të jetë propozimi i kolegës tonë prokurores Elza Bajrami Kastrati. A ka dikush ndonjë propozim tjetër për rend ditës? Po, kolegu Milat, urna. Antar të Këshillit, nderuar përfaqësues të mediave dhe të publikut përgjithësi. Arsyeja e abstenimit tim pikën e dytë ishte sepse jemi dakordu që në start të këtij mandati që pikat që nuk janë urgjente mos futen në rend të ditës, edhe ashtu e kemi sot agjendën shumë gjeshur, për ndryshe parim nuk jam kundër. Por është mirë më u fokusohet në çështje që janë natyrës urgjente dhe që nuk presin kurse të tjerat shtyhen dhe planifikohen për takime të rregullta.
sa i përket rendit të ditës, lejani ta bëj një deklarim dhe një vrejtje. Kam vrejtje sa i përket pikave të rendit ditës para për këtë takim, përkatësisht pikës 6 që lidhet me shpalljen e konkursit për kryeprokurorin e shtetit. Në vijim do t'i jap disa arsye se pse kjo nuk duhet ndodhë sot. Konsideroj se zgjedhja e kryeprokurorit të shtetit është një ndër çështjet më të rëndësishme të sistemit prokurorial, e cila kërkon qasje dhe veprim të matur në pajtim me ligjin. Lidhur me këtë proces të rëndësishëm do duhet të sigurojë prania e plotë e gjithë anëtarëve të Këshillit, sepse kjo çështje na përket gjithëve natyrshëm. Sot në këtë takim nuk e kemi ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe do duhet që takimi për këtë pikë ose të shtyhej ose takimit mbahet me pika të tjera, por pa këtë pikë. Gjatë gjithë e kemi pranuar një njoftim me email të dërguar nga ai, i cili po ashtu për shkak të rëndësisë së këtij procesi kërkoi që të shërtohet mundësia e shtyrjes së takimit, pasi që gjendet në një udhëtim zyrtar në Bosnjë në përfaqësim të Prokurorisë së Shtetit të Kosovës. Këshilli mund të ketë quorum dhe mund të mbajë takimin edhe pa ne, madje edhe pa dy anëtarë të tij, por kjo çështje kaq e rëndësishme do duhet të trajtohej në përbërjen e plotë të Këshillit për të siguruar gjithë përfshirjen dhe legjitimitetin e plotë të gjithë procesit. Në një takim jo formal të Këshillit që patëm javën e kaluar, ishte zotim se për këtë proces Këshilli do të ketë një analizë të detajuar të gjithë procesit kryer në vitin 2022 për të pasur më të qartë situatën për këtë proces. Sot nuk e kemi këtë dokument. Pse të futet në agjendën e takimit të Këshillit kjo pikë pa këtë dokument dhe duke shkelur këtë zotim, që përveç tjerash në parim e shërben edhe transparencës, si dhe mundëson shqyrtim të gjithanshëm të procesit nga gjithë anëtarët e Këshillit. Jemi dëshmitar që në disa raste në praktikën e punës Këshillit, pikat e rendit ditës janë shtyrë ose janë hequr nga agjenda, pikërisht për shkak mungesës së ndonjë analize të lidhur me atë proces, edhe pse sigurisht se kanë qenë procese shumë më të thjeshta. Në rastin konkret duke marrë për bazë peshën dhe rëndësinë që ka opozita e kryeprokurorit të shtetit, pse të mos bëhet dhe pse të mos pritet kjo analizë e premtuar dhe ky zotim. Unë sot kam disa pyetje për anëtarët e Këshillit, veçanërisht edhe për kryesuesin. Cila është arsyeja e këtij nxitimi? Pse të mos pritet që për këtë çështje të merr pjesë dhe të flasë edhe ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit? Pse të mos kryhet dhe pse të mos priten analizat që kemi planifikuar të kryejmë për këtë proces? Për këtë arsye jam kundër kësaj pike të rendit ditës dhe propozoj që ajo të largohet nga rendi ditës dhe trajtohet në një takim të Këshillit sigurisht, pasi të sigurohet pjesëmarrja e të gjithë anëtarëve të Këshillit. Faleminderit. Faleminderit kolegu Milat. Ju veç hyt në shtjellim të kësaj pike akoma pa u miratu dhe u fut në proces verbal. Kishim më të lehtë vetëm të propozoni heqjen e kësaj pike, prandaj unë sa i përket mungesës së kryeprokurorit të shtetit, ushtruesit detyrës së kryeprokurorit të shtetit, ashtu sikur se ju dhe gjithë anëtarët kur ju kam thirrë në takim konsultativ në zyrën time, ditën e mërkurë me datën 13 maj, u kam bërë me dije për datën respektivisht kohën se kur do të bëhet ky takim, sikurse edhe agjendën, dhe natyrisht që për emailin që ju i referoni në ditën e djeshme, unë e kam njoftuar edhe ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të shtetit që domethënë lidhur me këtë takim dhe se ky takim nuk mund të shtyhet për shkak të grumbullimit të pikave dhe çështjet që janë për tu trajtuar, që të cilat janë edhe do thotë të afatshme. Ndërsa të njëjtit i kam dhënë mundësinë sikurse në takimin konsultativ që kam pasur edhe me email në ditën e djeshme, që mund të kyçet online, do thotë pas një problem, sepse tani më është krijuar një praktik, sikurse edhe regulativa ligjore ka rregulluar këtë çështje, që nëse nuk mund të jesh fizikisht në një takim të tillë, mundesh edhe online të kyçesh. Mirë po, prandaj pyeta në fillim, nuk kam pa do thotë që i njëjti ka kërkuar që të kyçet online, edhe pse linku i është dërguar qysh në ditën e djeshme. Sa i përket çështjes analizës, çështje tjera, kur të vijë rradha për ta diskutuar pikë, besoj se do t'i diskutojmë të gjitha. Prandaj unë meqense ju e bët një propozim që të hiqet, ishte ky propozimi juaj që ta konstatoj, po, që të hiqet nga rendi ditës kjo pikë. Ishte ky propozimi juaj që të hiqet nga agjenda kjo pika, po? E dhe arsyet. Okej. Mungesa fizike dhe prezenca e kryeprokurorit të shtetit që aktualisht besoj se në Stamboll, rrugës për në Bosnjë. Dhe vlerësojeni vetë se a ka mundësi dhe është arsyeshme që t'i kërkohet kryeprokurorit të shtetit që të kyçet atje prej atyre sporteleve të aeroportit Stambollit në një takim të Këshillit. Sa është kjo çështje serioze dhe sa është korrekte para tij që t'i kërkohet një gjë e tillë. Ju edhe vetë keni qenë javën e kaluar
dikon një javë në Gjermani dhe nuk kemi mbajt asnjë takim dhe jo kemi prit. Kështu që nuk do të kishte qenë fundi që të pritet për këtë çështje. Arsyeja e dytë sigurisht lidhet me mungesën e një analize dhe e këtij zotimi edhe t'juit para zgjethash, sepse jeni i pari ndër barabartët që e drejtoni Këshillin, edhe para partnerëve ndërkombëtar, edhe para udhëhesëve të institucioneve publike dhe në vizitat që kemi pas, edhe para publikut. Mungesë tyre dy arsyeve unë kërkoj që si pikë nuk po thënë të mos trajtohet, sepse është kompetencë e Këshillit ta trajtojë dhe të vendos, por jo sot sepse për mendimin tim legitimiteti i plot na mungon dhe po e bëjmë para kohë. Faleminderit. Lot. Para kushtet për të mbajtur takimin në KPK janë të caktuara me ligj dhe me rregullativën, me akteve të të rregulloreve që kemi miratuar në këtë këshill, prandaj këtu janë plotësuar kushtet ligjore që shkojmë tutje, ekziston kurumi, mos prezenca e ushtruesit të tyre së prokurorit të shtetit nuk e pengon mbajtjen e këtij takimi. Ndërsa mos prezenca ime do ta pengonte. Përveç se nëse do të kryesohej nga zëvendës kryesuesi nëse është prezent. Prandaj në këtë aspekt unë mendoj që kushtet janë plotësuar dhe ne mund shkojmë tutje. Se përket propozimeve tua, natyrisht do të hedhin në votim. Prandaj, edhe një herë po konstatoj, propozimi juaj është që të hiqet si pikë e rendit të ditës nga agjenda. Të hiqet dhe të shtyhet. Do të thotë tani më të nderuar anëtarë, keni propozimin e kolegut Milot që kjo pikë e rendit të ditës të hiqet dhe të shtyhet. Kush është për këtë propozim, që të miratohet ky propozim, që të hiqet pra kjo pikë e 6 nga rendi i ditës dhe njëjta të shtyhet. 1 është për, kush është kundër? 2, 3 kundër, 4 janë kundër, abstenim? Ne, atëherë do të thotë nuk kalon propozimi i kolegut Milat që kjo pikë të hiqet nga rendi i ditës dhe të shtyhet për një datë tjetër. Ka dikush me propozim tjetër? Nuk ka. Atëherë unë kam një propozim, atëherë para se të kalojmë tek miratimi i rendit ditës në tërësi me këto plotësi ndryshime që i bënëm, plotësi ndryshimin që e bëni kolegu Obisar dhe kolegja Elës, ju nëftoj se po ashtu është edhe një kërkesë e prokurorit të prokurisë së apelit, cilën e keni pranuar të premten, që trajtohet si pikë pra e 19 rendit të ditës, ndërsa pika tjera do të vazhdojnë sipas radhës, dhe kalojmë tek miratimi i rendit të ditës, atë e keni marrë pra me kohë, kështu që nuk besoj që ka nevojë që të kërkohet pëlqimi juaj që ta trajtojmë, për shkak se vetë që e keni marrë ka qenë pjesë e agjendës. Atëherë kalojmë tek miratimi i rendit të ditës në tërësi. Po? Pika 10, shkak se kur t'i vijë radha do ta hekim sepse tani më e kemi këtu tek radha e raportimit. Kur t'i vijë radha e trajtimit pikës 10, do ta shohim që ta hekim për shkak se nuk prezanton ushtruesit e tyre së kryeprokurorit. Kush është për miratimin e rendit të ditës tani më në tërësi me këto plotësi ndryshime? 5 janë për, kundër? Abstenim? Ne jam për gjitha pikat tjera, ndërkohë që për pikën 6 jam për. Jo, jam kundër pikës 6 dhe për gjitha pikat tjera për. Se po do të gjithmonë, nuk e di pse kësaj herë do të gjithmonë me shtyp, ndoshta keni bënë sistem të ri. Në rregull, vazhdojmë me pikën 2 të rendit të ditës, proces verbal i takimit 288 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Tek pika 2 e rendit të ditës kemi proces verbal i takimit 288 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. A ka dikush vërejtje në këtë proces verbal? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e proces verbal i takimit 288 të KPK-s? Okej, të gjithë janë qashtit, pra janë për. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, kundër asnjë dhe abstenim asnjë, miratoi proces verbal i takimit 288 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Proces verbal i takimit 289 tek pika 3 e rendit të ditës kemi proces verbal i takimit pra 289 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. A ka dikush vërejtje në këtë proces verbal? Nëse jo, e vendosim në votim. Kush është për miratimin e këtij proces verbali të takimit 289 të Këshillit Prokurorial të Kosovës? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, e miratoi proces verbal të takimit 289 të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Si pikë 4 e rendit të ditës, si shihet edhe nga agenda, kemi proces verbal në takimit 290 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. A ka dikush vërejtje në këtë proces verbal? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e këtij proces verbali të takimit 290 të Këshillit Prokurorial të Kosovës? Të gjithë janë për. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Prandaj konstatoj se Këshilli me 6 vota për, kundër asnjë, abstenim asnjë, miratoi proces verbalin në takimin 290 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Si pikë 5 të rendit të ditës kemi rregullorën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës. Pra, tek kjo pikë kemi për ta trajtuar këtë rregullore, e cila ka kalu do të gjitha filtrat në kuadër të Komisionit për çështje normative, e për më tepër lidhur me këtë rregullore dhe gjitha punës që është bërë deri tani. Fjalën ja kaloj kryesuesit të Komisionit për çështje normative, zotit Visar Krasniqi, që ta prezantoj këtë rregullore. Urdhoni zoti Krasniqi, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Atëherë Komisioni për çështje normative, konform obligimeve dhe detyrimeve që ka marrë në takimin e Komisionit datës 23 mars, Komisioni vendosi që të filloj procesin e hartimit rregullorës lartë përmendur, duke filluar me hartimin e një analize lidhur me nevojën për ndryshim të kësaj rregullore. Në takimin e mbajtur me datë 7 prill 2026, në komision u prezantua analiza dhe drafti fillestar, të cilën u miratuan në këtë fazë dhe u vendosi drafti rregulloria të vendosur në debat publik. Ajo që është me rëndësi të potencohet është që para se të ndryshohet rregulloria, Komisionit i ka paraprinj hartimin një analize të detajuar, e cila analizë ka nxjerrë në pa disa çështje, e ndërto ka qenë se rregulloria nuk ka nevojë të ndryshohet në substancë, mirë po të bëhet ndryshimi dhe plotësimi i kësaj rregullore. Konform këtyre kësaj analize, ne kemi procedu pastaj edhe me vendosjen e dëgjimit publik, dhe gjatë kohës sa ka qenë rregullore në dëgjim publik, komente kanë propozuar zyra BE-s, OSB-ja, Instituti i Kosovës për Drejtësi, KDI, Grupi për Studime Juridike Politike dhe Ministria e Drejtësisë. Komisioni me vëmendje ka trajtuar të gjitha propozimet e marra dhe ka vërejtë se disa prej propozimeve kanë qenë kryesisht të njëjta dhe gjatë trajtimit të tyre të njëjtat i ka inkorporuar në draftin që sot e kena përpara. Ajo që ka është me rëndësi të potencohet që këto ndryshime që kanë ardhur pra në kuadër të dëgjimit publik kanë prej kryesisht panelin, antarët jo prokuror, propozimi që të rritet numri antarëve rezervë, koncept dokumenti, do të thotë shtohet sa koncept dokumenti është ndarë në 2 dokumente të ndryshme për dallim prej asaj që ka qenë të kaluar me një dokument nuk ka bërë dallim mes pozitës së kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve, po ashtu është shtuni në njëri sa i përket transparencës dhe janë specifikuar disa afate që kanë të bëjnë me publikimin e koncept dokumenteve. Pra, këto kanë qenë disa prej komendeve që kanë ardhur dhe komisioni pas trajtimit të njëjtave me vëmendje ka trajtuar secilën dhe të gjitha propozimet ka kthyer në formë të propozimeve dhe ka përfshirë në draftin që e kemi përpara. Ajo që dua të vendos në vëmendjen e juaj është që dispozita neni 12 paragrafi 3 që është heq formulimi antarët e panelit vlerësues nuk mund të jenë antarët Këshillit që vijnë nga rrota e prokurorisë ku bëhet përzgjedhja, përkatësisht kryeprokurorit të shtetit. Kjo dispozitë është heq sepse ju e dini konform ndryshimeve ligjore. Tani më nuk ka më antarët Këshillit që vijnë nga nivelet e caktuara nga prokuria themelore për Prishtinës, Prizrenit e kështu me radhë, po janë një antar i Këshillit përfaqëson nivelin themelor. Prandaj kjo ka qenë edhe arsyeja pse është largu kjo. Po ashtu shumë propozime dhe shumë vërejtje kanë qenë sa i përket zëvendësimit të antarit jo prokuror, për me pas të qartë pse është bërë kjo, në të kaluamën kur Këshilli ka pas 13 antar, dhe ju dini ku ka qenë rasti ku antar jo prokuror nuk ka pas fare në Këshill, dhe ka ekzistuar formulimi që nëse për arsye ligjore mungon antari jo prokuror, mundësia mos avancuar me antarin jo prokuror. Kjo tashmë ka ndryshuar, sepse me ligjin e ri përbërja e Këshillit ka ndryshuar dhe ndryshimi i ligjit ka reflektuar edhe ndryshimin e kësaj rregullore, gjithsesi numri i panelit sa ka qenë 5 është reduktuar në 3, duke ruajtur gjithmonë përfaqësimin e shumicës që i bie 2 prokuror dhe 1 jo prokuror. Prandaj edhe koncept dokumenti është me rëndësi që është ndarë dhe është bërë një propozim shumë konkret, e po ashtu
është specifikuar edhe çështja e konfliktit interesit ndonjë anëtarit panelit. Po ashtu edhe vërejtja e fundit ka qenë që numri i anëtarëve zëvendësues të jetë 2 dhe zëvendësimi i anëtarit prokuror bëhet me anëtarin prokuror kurse me anëtarin jo prokuror me anëtarin jo prokuror. Këtu janë ndryshimet dhe e fundit propozime ose komente nuk kemi marrë nga rollet nga ana e sistemit prokurorial, vetëm të subjekteve që i listova pak më herët. Prandaj, me këto ndryshime, mendoj që është bën një punë jashtëzakonisht e mirë, janë adresuar të gjitha vërejtjet që kanë ekzistuar edhe në të kaluarën sa i përket zgjedhjes së kryeprokurorit dhe kryeprokurorëve dhe ju ftoj që të njëjtën ta miratoni. Faleminderit, se përfundova Visar. Faleminderit zotri Kasniqi për dhënien e gjitha këtyre informacioneve. E di që plotësim ndryshimi i ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, që ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, ka sjell nevojën për ndryshimin e gjitha rregullore, përfshirë edhe këtë rregullore. Mirë që tani do të thotë ka kaluar për gjitha këta filtra duke filluar nga analiza, të gjitha ato që janë ndërmarrë që mos t'i përsëriti prap. A ka dikush nga anëtarët që dëshiron ta marrë fjalën lidhur me këtë rregullore? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e kësaj rregullore? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Pra, konstatoj se me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet rregulloria për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive themelore të Republikës së Kosovës. Rregulloria do të hyjë në fuqi nga dita e miratimit nga Këshilli dhe fillon të zbatohet nga dita e miratimit, e cila është sot, sepse sot pra po miratohet me vota në këtë Këshill. Si pikë 6 e rënit të ditës, pra kemi shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Siç e dini pra tani, pas miratimit të rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, konformimi 6 paragrafi 1 të rregullores numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, kemi shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Faleminderit. Me qenë se si pik kaloj ashtu si kaloj, do të them disa fjalë para publikut dhe para Këshillit që mendoj se janë vlerësishme për këtë proces, pasi që prej ditës kur është propozuar kjo pikë, pra të premtes kaluar e deri me sot jam munduar që ta analizoj procesin, edhe pse unë si anëtar i Këshillit, po edhe kolegë besoj që nuk e kam pas këtë analizën që na është premtuar dhe jemi zotu, as edhe dokumentet bazike të një procesit hapur të vitit 2022 që mendoj se kanë qenë domosdoshme për t'i pa, për t'i analizu dhe për t'i shërtu tutje gjithë anëtarët e Këshillit para se me vendos në këtë mënyrë. Publiku e din se ky proces është bllokuar qëllimisht tash rreth 4 vjet. Pasi u prit kaq kohë, unë nuk e di thjesht arsyeën pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse Këshilli duhet të veproj kur për këtë proces kanë folë dhe flasin tjerët, ata që kanë më spakut drejt, ata pra që s'kan asnjë drejt as kushtetuese, as ligjore dhe as njerëzore të përfshihen në këtë proces. Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligji e garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit të pushteteve. Edhe një çështje kryesues, dokumentet tash në kohën kur po flas, nuk është mirë me pengu edhe me dorëzu. Dokumentet duhet dorëzohen më herët që të lexohen, të analizohen dhe jo tani, sepse nuk jemi në restoran as në kafe duke porosit sandviç ose macchiato, po jemi në Këshill dhe duhet përgatitemi me kohë. Dokumentet e tilla nuk ka nevojë që dorëzohen, sepse nga ajo që po e shoh është një dokument prej 3 faqeve A4 me shkrim 12 që na duhet ndoshta rreth 20 minuta vetëm ta lexojmë. Kështu që mendoj se duhet jemi më serioz dhe veprime të tilla të mos përsëriten. Të paktën unë nuk pranoj që ta marr as në shikim.
Mendoj që Këshilli duhet të tregojë integritet dhe vendosmëri në ushtrimin e mandatit të tij, duke siguruar se vendimarrja për këtë proces, e veçanërisht çështjen e kryeprokurorit, bën vetë, se ka përgjegjësi dhe mandat, e asesi për shkak të ndonjë arsye tjetër. Këshilli e ka mundësinë të dëshmojë se është i pavarur dhe se i bindet vetëm mandatit të tij që buron nga kushtetuta dhe ligji, por sigurisht edhe mund të vazhdojë tutje kështu, duke dëshmuar për të kundërtën fatkeqësisht. Unë para jush edhe publikut i parashtoj disa pyetje që besoj se janë me interes për procesin. Pse u pengu dekretimi i kryeprokurorit të shtetit? Kush pati rol kyç në këtë proces? Kush i kontribuoi tutje kësaj pengese? A pati vërtet arsye kushtetuese, ligjore, njerëzore apo edhe morale për refuzimin e dekretimit? A duhet që domosdoshmërisht kandidati për kryeprokuror të shtetit të ketë pëlqimin dhe miratimin e pushteteve tjera, siç ishte deklaruar ish kryeministri në kuvend se prokurori propozuar për të bërë kryeprokuror i shtetit po don të bëhet kundër vullnetit kryeministrit, presidentit dhe kryetarit të kuvendit. Me shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit apo bie Këshilli në diktatin e pushteteve tjera, ndonse kjo përbën ndërhyrje flagrante në pavarësinë e punës së sistemit prokurorial. Unë besoj plotësisht, por dhe jo të gjithë e dini, por e dini edhe publiku që nëse kjo ndodh do të shërbejë si legjitimim i gjitha vlerësimeve të këqija dhe qëllimshme që janë bërë procesit, me të vetmen arsye që kandidati propozuar për kryeprokuror të shtetit nuk ishte në linjë me pushtetet tjera. Pra, vërtet dhe pas një dyshim pengesë ka qenë kandidati e asesi procesi pas cilit janë shehur këto arsye. Pse nuk u bë dekretimi? Besoj që ja vlen të flasim pak dhe njoftohet edhe publiku. Unë e kam përcjell procesin në atë kohë pa qenë i përfshirë, sepse ne gjithë këto si anëtar të Këshillit në atë kohë nuk kemi qenë në pozitat cilat jemi sot. Nga sa kam pa, nuk ka pas asnjë arsye që të refuzohet dekretimi. Pikërisht mungesa e afatit kushtetues për presidentin u shfrytëzua për këtë rast. Kjo përbën të i kalim të diskrecionit në vendimarrje dhe në veprim institucional. Kësaj pengese i kanë kontribuar edhe faktorë tjerë, duke vlerësuar se procesi ishte me shkelje. Ju lutem, nëse ka pas shkelje në këtë proces, kush i trajton ato? Sigurisht se Këshilli. Pas saj është edhe sistemi gjyqësor, nëse ka pas eventualisht procedura nga palët e autorizuara, unë se e di ka qenë një proces, madje edhe në gjykata të rregullta dhe në gjykatë kushtetuese. Në propozimin e Këshillit për kandidatin e zgjedhur për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, presidenti nuk nxorri vendim të arsyetuar, por vetëm një njoftim të shkurtër, të cilin po ashtu pas atë fatkeqësisht me ose pa qëllim sot nuk e kemi para vetes. Po ashtu u mbajt edhe një konferencë për media në atë kohë nga ish presidentja për të kinse shkeljet duke marrë rolin e një arbitri pas një të drejtë. Nëse pati arsye për mos dekretim, pse nuk u nxorr një vendim i shkruar dhe i arsyetuar në detaje? Sigurisht për shkak se arsyet e tilla nuk pati asnjëherë dhe se më lehtë është që në mënyrë të përgjithësuar të iket thelbi i problemit. Në propozimin e dytë të dërguar presidentin nga Këshilli, përkatësisht nga përbërja paraprake, pati vetëm heshtje. Edhe sot ky proces ligjërisht është i hapur, pasi për këtë nuk ka ndonjë vendim përfundimtar. Procesi nuk ka anulua, por vetëm u la qëllimisht në pritje. Tani së fundmi Këshillit i është dërguar një letër nga presidenca, përkatësisht ushtruesja e detyrës së presidentes, e cila siç mund të shihet bën një vlerësim politik të gjithë procesit, asesi institucional, kushtetues dhe ligjor, duke i kërkuar madje edhe Këshillit që sa më shpejt të shpall konkursin për kryeprokuror të shtetit. Si pretekst u marr një letër cilën zyrës presidencës ja kishte dërguar ushtruesi i detyrës kryeprokurorit zotri Çala dikon në muajin shkurt të këtij viti. A thua vallë cila është arsyeja që ish presidenti Osmani nuk ktheu asnjë përgjigje për rreth 45 ditë të letër, por u desh që atë ta pasoj një zyrtar tjetër publik, përkohësisht në atë pozitë dhe t'i kthej përgjigje Këshillit. Kjo qasje është e papranueshme dhe do duhet që të refuzohej me vendosmëri nga Këshilli me integritet, pasi përbën ndërhyrje të plotë në pavarësinë e funksionit pavarur kushtetues. Hapja një konkursi të ri për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit edhe pas një procesi të hapur përbën shkelje të parimeve bazë të funksionimit të Këshillit dhe sigurisë juridike. Ai do të legjitimoj haptazi çdo pretendim dhe vlerësim të paqen që pushtetet tjera dhe individ caktuar i bën këtij procesi pa të drejtë.
Precedenti në këtë rast do të jetë i rrezikshëm dhe do të krijojë një praktikë që presidentit mos e dekretoj një kandidat në pozitë vetëm me arsyeën se atij nuk i pëlqen një kandidat i propozuar nga Këshilli, ose nuk i pëlqen kryeministrit, ose nuk i pëlqen kryetarit të kuvendit. Faleminderit. Faleminderit Milat. Nuk du t'i komentoj gjitha ato çfarë the, sepse nuk jam nga ata që komentoj vendimet as të presidentit, as të institucione tjera të pavarura, secili ka jurisdiksionin e vet ligjor dhe kushtetues, dhe është mirë secili me kry punën e vet dhe mos mu përzi në punën e tjetrit, as më pak me ndërhyn punën e tjetrit. Konsideroj se në këtë rast ne nuk po ngutemi, po jemi të vonuar në këtë proces, sepse është proces që ka përcjell Këshillin Prokuror për rreth 4 vite, pra që jemi me ushtrues detyre. Prandaj konsideroj se nevoja jo vetëm e sistemit prokurorial, po edhe shtetit të Kosovës është që të shkohet tutje në këtë proces, prandaj jemi të vonuar konsideroj në këtë proces, se ky është një proces që është dashur të kryhet kohë më parë, në kohën kur as unë as ti kemi qenë ndoshta pjesë Këshillit fare, po sido që të jetë, nuk du tash t'i komentoj gjitha ato që i thatë. A ka dikush tjetër që dëshiron ta marr fjalën këtu? Ndi obligim për ato që i thu kryesues që të përgjigjem. Unë e kuptoj fare mirë dhe ndoshta më së miri çështjen e ndarjes pushteteve. Nuk është se e dini vetëm jo. Dhe lutem kurseu nga cilësimet e tilla sepse nuk mundesh me i bën raport me mua. Unë e kam shumë qartë ndarjen e pushteteve, madje do duhet ta kesh edhe ti sepse ke qenë student në Amerikë dhe atje funksionon më së miri parimi check and balance. Pra që pushtetet janë të ndara dhe kanë kontrolle reciproke njëra me tjetrën. Unë po i referohem një letre datës 22 prill 2026, cilën edhe mediat munden me pa dhe ato që janë me interes për publikun, ja vlen me i pa janë këto të nënvizuara. Në rastin konkret, unë nuk po bëj asnjë cilësim, mirë po, ushtruesja e detyrës presidentes, po e lexoj saktësisht çka ka thonë. Në të njëjtën kohë, duke ju referuar diskutimeve të zhvilluara gjatë takimit, e ka fjalën gjatë takimit me ju, dhe e fundit përrjedhoi hapja e konkursit për këtë pozitë nuk duhet vonohet më tej. Më fal, kryesues. Kush është presidenti, ose kush është kryeministri, ose kush janë deputet për me na tregu neve kur hapëm konkurs? A mundesh më tregu? Ose nëse ata kanë pas ndikim tek jo, me e betonizu këtë ide, tregoni tani. E keni mundësinë para publikut. Unë në rregull, çështja e kryeprokurorit ka mbet pezull që 4 vjet. Ne kemi me shqyrtu, ne edhe kemi me vendos. Nëse është nevoja edhe me ndru ushtruesin e detyrës kryeprokurorit, po edhe me zgjidh eventualisht kryeprokurorin e ri, po ta bëjmë vetë. Mos ndikohemi prej pushteteve tjera prej askujt. Nëse ka pas dikush presion për ta bërë një gjatë tillë dhe ka rënë në diktatin e citimeve dhe vlerësimeve që i kanë bërë tjerë procesit, nuk jam dhënë. Ta bëjmë vetë procesin. Mos i lejmë tjerët na përzihen. Na po i kursejmë dhe po i respektojmë për atë sa na respektojnë dhe na vlerësojnë ata, asgjë tjetër. Lot. Veç të sqarojmë. Gjitha pozita tjera brenda sistemit prokurorial zgjidhen nga Këshilli Prokurorial. Gjitha pozitat e kryeprokurorit, duke filluar nga pozita e kryeprokurorit të apelit e të poshtë. Për vetëm pozitë që duhet dekret nga ana e presidentit është pozita e kryeprokurorit të shtetit apo kryeprokurorit të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Dhe kjo është arsyeja që Këshilli zhvillon një procedurë, e dërgon një propozim, ndërsa dekretimi bëhet nga presidenti. Prandaj në pyetjen tuaj kush është presidenti, presidenti është ai i cili dekreton pozitën respektivisht kryeprokurorin e shtetit. Pa një dekret të tillë nuk mund të zgjidhet. Kjo është domethënë ajo çka kisha më thonë. Prandaj po tham nuk lëshohem edhe në letrën që ti i referohesh sepse është letër e një institucioni të pavarur, sigurisht që është presidenti i Republikës së Kosovës, prandaj nuk dua ti komentoj ato çështje. Ka dikush tjetër që dëshiron ta marr fjalën? Por no, Isar. Po, fal. Faleminderit shumë. Pas 4 vite, thush që duhet presim edhe pak, nuk ka urgjenca vërtet, është e pakuptimt. Mos harroni, tash e so vite e kem sfidë, e kem vërejtjen nga raporti i progresit, mungesa e kryeprokurorit të shtetit. Kjo nuk është, unë e kuptoj, dikush mund të jetë edhe emocional në këtë pikë, mirë po asnjëri nga ne këtu nuk kemi qenë antar kur zhvillu një proces. Dhe një proces i mbetur peng për 4 vite,
shprefoq mungesën e vullnetit për të adresuar gjitha ato vërejtje që janë dhënë nga partnerët ndërkombëtar dhe shoqëria civile, të cilat do duhet që mos pritej 4 vjet po të adresoheshin në kohë. Mund mendoj që jem shumë vonë, megjithatë, siç e thash edhe kur elaborova rregulloren, kemi pas shumë kujdes kur e kemi adresuar, kur kemi ndryshuar rregulloren, nuk është trajtuar me urgjencë, është trajtuar brenda afateve të përcaktuara dhe fakti që e miratum një rregullore pa asnjë vërejtje nga sistemi prokurial, i bie që çdo shqetësim, çdo vërejtje që është dhënë nga partnerët ndërkombëtar dhe shoqëria civile janë adresuar. Prandaj kryesues nuk ishte shumë debat, sepse po flasëm për 4 vite dhe sot është obligim, është detyrim i këtij këshilli me përmbush mandatin e vet kushtetues ligjor. Dhe mandati i kushtetues ligjor përfundon me zhvillimin e një procesi legjitim, meritor, transparent. Gjë që ka munguar në kaluar. Mirë, ka dikush tjetër që dëshiron të marrë fjalën? Nëse nuk ka, kush është për shpalljen e konkursit për emërim të kryeprokurorit të shtetit? 5 janë për, kundër, 1 është kundër, abstenim nuk ka. Konstatoj se këshilli me 5 vota për, 1 kundër, abstenim nuk ka, shpall konkursin për emërimin kryeprokurorit të shtetit, bazuar në nenin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë e hapur 15 ditë pune, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi me datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit pra një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokural të Kosovës, ashtu siç e parashër rregulloria të cilën sapo e miratua. Këshilli Prokural i Kosovës, bazuar në nenin 6A të ndryshim plotësimit të rregullores 07/2024, fton palat e interesuara për monitorim të procesit. Kalojmë në pikën e 7 të rendit të ditës, e cila ka të bëjë me themelimin e panelit vlerësues. Pas shpalljes së konkursit për emërim të kryeprokurorit të shtetit, konform nenit 5, paragrafi 1 rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurive të Republikës së Kosovës, Këshilli duhet të themeloj panelin vlerësues në përbërje prej 3 anëtarëve të KPK-s, njërin nga të cilët, siç parashihet pra me rregullore, duhet të jetë anëtar jo prokuror. Paneli vlerësues kryesohet nga kryesuesi i KPK-s, kështu është përcaktuar pra me rregullore që në këtë rast jam unë. Andaj duke qenë se në përbërje të panelit vlerësues parashihet që të jetë një anëtar jo prokuror, ftoj zëvendës kryesuesin e Këshillit Prokural të Kosovës zotin Dardan Vuniqi, që të propozoj anëtarin jo prokuror, meqense edhe vetë i njëjti vije nga radhët e anëtarëve jo prokuror të këtij këshilli. Urdhno zotri Vuniqi. Përshëndetje i nderuar kryesues, të nderuar të pranishëm, të nderuar media, partner ndërkombëtar. Më lejoni që për këtë komision të propozoj anëtarin një prokuror Visar Krasniqi. Propozimin po e bëj nga se unë jam i ngarkuar edhe me punë brenda sistemit prokurorial dhe në Universitetin Ukshin Hoti në Prizren, kështu që për këtë pozitë propozoj anëtarin Visar Krasniqi, me që ka njohuri dhe po ashtu i njëjti ka edhe një provojë nga konkurset para prake të kryeprokurorëve në prokuroritë themelore, gjithashtu është edhe kryetari i Komisionit për çështje normative dhe ka qenë pjesë aktive dhe plotësim ndryshimit të rregullores. Pra që zoti Krasniqi të jetë anëtar i këtij paneli vlerësues nga radhët e anëtarëve jo prokuror. 2, 3, 4. 4 vota jemi. 4 mëse pashun, po. Kundër? 1 ishte kundër, abstenim? 1 abstenim, 1 kundër, 4 vota për. Konstatoj se këshilli me 4 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, miratoj propozimin që zoti Dardan Krasniqi, pra të jetë anëtar, zoti Visar Krasniqi, që të jetë pra anëtar jo prokurori i panelit vlerësues. Atëherë pasi që zëvendës kryesuesi propozoi zotin Krasniqi që të jetë anëtar jo prokurori i këtij paneli, duke bazuar në nenin 5, paragrafi 5 i rregullores për ndryshimin, plotësimin e rregullores 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorit të prokurive themelore dhe sikurse asaj pra të apelit, ku parashihet që këshilli me rastin e themelimit të panelit vlerësues merr parasysh parimin e barazisë gjinore, një nga ato parime që ndërtu
jo rregullore, po jo vetëm kjo rregullore, por edhe vetë ligji, pra duhet të ketë parasysh kuotat gjinore. Unë propozoj që antari i prokurorit Këshillit për të qenë antar në këtë panel vlerësues, pra na mbetet, sepse siç e dini, nga 4 sa jemi përfshirë edhe ushtruesin e detyrës ku prokurori i shtetit, 3 jemi, do thotë të gjinisë maskullore, një e vetëm është gjinisë femërore, e kemi pra vetëm prokurorin Elza Bajrami Kastrati dhe nuk kemi alternativë tjetër. Prandaj unë propozoj që e njëjta pra të jetë antare nga radhët e antarëve prokuror të Këshillit Prokurar të Kosovës si antare, respektivisht pjesëtare pra e panelit vlerësues për këtë komision. Kush është për miratimin e këtij propozimi? 4 janë për, kush është kundër? Një është kundër, abstenim? Një është abstenim. Konstatoj se Këshilli me 4 vota për, një kundër, një abstenim, meratoj propozimin që zonja Elza Bajrami Kastrati të jetë antare prokurore e panelit vlerësues. Konstatoj se Këshilli themeloi panelin vlerësues në këtë përbëmje. Ashtu sikur që e citova, pra rregulloria parashet që kryesuesi të jetë ex officio pra nga Këshillit, që do të jem unë pra kryesuesi i Këshillit Prokurorial, një herë edhe kryesuesi i panelit vlerësues, sepse ashtu ka përcaktuar rregulloria. Pastaj do të jetë zonja Elza Bajrami Kastrati antare prokurori i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe zotri Visar Krasniqi do të jetë po ashtu antar jo prokurori i Këshillit Prokurorial të Kosovës në këtë panel vlerësues. Po ashtu në 5 paragrafi 4 i rregullorës në fjalë për ndryshim plotësimin e rregullorës 07/2024 ka para po ashtu edhe 2 antar rezervë të panelit vlerësues, ku njëri duhet të jetë antar prokuror ndërsa tjetri antar pra jo prokuror. Nga radhët e prokurorëve, unë kam një propozim që zoti Agron Qalaj të jetë antar rezervë. Kush është për këtë propozim që zoti Qalaj të jetë antar rezervë? 5 vota janë për, kush është kundër? Një është kundër, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 5 vota për, një kundër dhe asnjë abstenim miratoi propozimin që zoti Qalaj të jetë antar rezervë i panelit vlerësues. Kalojmë tek zgjedhja e antarit jo prokuror të Këshillit, që të jetë pra antar rezervë i panelit vlerësues. Meqense ju propozut zotri Buniqi, a keni mundësi edhe një herë një propozim për antar rezervë të panelit vlerësues? Faleminderit shumë. Atëherë se antar rezervë propozoj kolegen zonja Arlinda Muça. Për shkak edhe të kuotës gjinore. Faleminderit. Pra Arlinda Muçaj të jetë antar rezervë e panelit vlerësues nga radhat e antarëve jo prokuror të Këshillit Prokurar të Kosovës. Kundër? Një kundër, abstenim? Një abstenim. Konstatoj se Këshilli me 4 vota për, një kundër, një abstenim miratoi propozimin që zonjusha Muçaj të jetë pra antare rezervë nga radhat e antarëve jo prokuror të Këshillit Prokural në panelin vlerësues. Me këtë pikë mbaruam, tani shkojmë në pikën e 8 të rendit të ditës që ka të bëjë me planin e punës së Komisionit për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurive për vitin 2026. Tek pika 8 e rendit të ditës kemi planin e punës së Komisionit për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurive për vitin 2026. Andaj duke qenë se zëvendës kryesuesi i Këshillit, pra zoti Dardan Vuniqi, është kryesuesi i këtij komisioni, ftojmë të njëjtin që ta prezantojë këtë plan. Urdhno zotri Vuniqi, fjala për ju. Po. Faleminderit shumë nderuar kryesues, nderuar kolegë. Në pikat e shkurtra po e prezantoj rrjedhën e planit të punës. Ne si komision me që kemi qenë të vonuar, prandaj si rezultati i saj është edhe vonesa për paraqitjen e këtij planit të punës, kemi zhvilluar disa vizita të cilat i kanë paraprirë natyrisht i planit të punës dhe plani i punës po ashtu është konsultuar me partnerë ndërkombëtar, të cilët i falenderoj për kontributin e angazhimin e tyre dhe me shoqërinë civile që nuk kanë hezituar të vinë edhe në takime, dërgojnë edhe rekomandime. Plani i punës i Komisionit për Buxhet ka për qëllim të pasqyrojë objektivat kryesore që synohen të realizohen gjatë vitit 2026. Aktivitetet e komisionit bazohen në obligimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe prokurorin e shtetit, rregulloren për Komision Buxhet, Financa dhe Administrim të Prokurorive në planin strategjik dhe në planin e punës të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe planin e punës së prokurorit të shtetit për vitin 2026. Ky plan në mënyrë të përmbledhur paraqet informatat kryesore lidhur me përzgjedhjen, strukturën, objektivat e komisionit si dhe formën tabelare të cilën prezantohen brenda aktin e natyrisht që të përfshirë janë objektivat kryesore, përshkrimin e aktivitetit, përgjegjësitë për realizimin e tyre, afatet kohore për mbrëmbushjen dhe treguesit për matjen e zbatimit të objektivave të përcaktuara. Ky plan konsiderohet që në mënyrë të mirë dhe në mënyrë të konsultuar edhe me masën
i ka të përmbledhura, përmban gjithsej 11 faqe. Natyrisht që Komisioni për miratimin e tij ka qenë një zëri dhe unë propozoj që këtë të kaloj në Këshillin Prokurorial të Kosovës në mënyrë që të fillojë dhe të zbatohet. Plani ka filluar nga periudha prill për shkak që atëherë dhe jemi konstituar edhe si komision. Faleminderit shumë. Zotri Tribulici. Po, kemi. Nëse jo vendosim në votim. Kush është për miratimin e këtij planit? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miraton planin e punës së Komisionit për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurive për vitin 2026. Pika 9 e rendit të ditës të nderuar të pranishëm është raporti vjetor i Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2025. Për pikën 9 të rendit të ditës, pra kemi këtë raport, ashtu siç parashihet me rregulloren 02/2026 për organizimin veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sekretariati ka hartuar këtë raport dhe të njëjtin sipas afatit ligjore ka dërguar tek kantorat e Këshillit me propozim të amandamenteve. Andaj për elaborim më të detajuar në të këtij raporti ja kalojmë fjalën drejtorit të Këshillit, respektivisht të drejtorit të përgjithshëm të sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotit Sami Strefi, që ta prezantoj këtë raport. E falenderojmë zotin Strefi mas pari që e ka përgatitur këtë raport dhe na ka dërguar brenda afatit ligjor, prandaj fjala për ju zotri Strefi. I nderuar kryesues, zëvendës kryesues, anëtar të Këshillit dhe gjithë tjerë të pranishëm. Kam nderin që sot para jush të prezantoj raportin vjetor të Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2025. Ky raport paraqet në mënyrë të detajuar aktivitetet, rezultatet, sfidat dhe prioritetet e sistemit prokurorial gjatë një viti pune, duke reflektuar angazhimin institucional për forcimin e sundimit të ligjit, pavarësinë institucionale dhe rritjes së efikasitetit në ushtrimin e funksioneve kushtetuese dhe ligjore. Raporti është i strukturuar në 7 pjesë, përmes të cilat pasqyrohet puna një vjeçare e Këshillit Prokurorial të Kosovës, e komisioneve të përhershme dhe komisioneve ad hoc, puna e prokurorit shtetit si dhe aktivitetet e sekretariatit dhe të njësisë për shqyrtim të performancës, i cili njësit, siç e dim, vitin e kaluar është shuar me hyrjen në fuqi të ndryshim plotësimit ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pjesa e parë. Raportet janë paraqitur vizioni, misioni, struktura organizative, kompetencës dhe baza ligjore mbi të cilën funksionon Këshilli Prokurorial i Kosovës. Kjo pjesë reflekton përkushtimin institucional për garantimin një sistemi prokurorial funksional të pavarur, transparent dhe të përgjithshëm. Pjesa e dytë e raportit i referohet aktivitetet dhe vendimarrjes së Këshillit gjatë vitit 2025, ndër aktivitetet më të rëndësishme vlen të veçohet shpallja e konkursit për zgjedhjen e anëtarës së Këshillit nga radhët e prokurive themelore nga komunitetet jo shumicë apo gjinia nënpërfaqësuar, shpallja e konkursit për 21 pozita për prokuror të rinj të shtetit, miratimi i planit strategjik të sistemit prokurorial 2025-2027, si dhe themelimi i grupit punues për monitorimin e këtij plani. Gjithashtu gjatë vitit raportuesi janë avancuar 10 prokurorë në prokurori të niveleve të ndryshme, janë realizuar 2 transferime të përhershme të prokurive, si dhe janë nxjerrë 3 vendime për shqiptimin e masës disiplinore, vërejtje jo publike me shkrim dhe 1 vendim për zvogëlim page në masë 20% për periudhën 3 mujore. Në kuadër të ngritjes profesionale, gjatë vitit 2025, trajnime të ndryshme janë ndjekur 118 prokurorë të shtetit, si dhe 21 prokurorë të rinj kanë ndjekur programin e trajnimit fillestar. Po ashtu Këshilli ka miratuar 5 rregullore dhe një udhëzim administrativ me qëllim të avancimit më tem të kornizës normative dhe funksionimit institucional. Pjesa e tretë e raportit trajton aspektin buxhetor të Këshillit për vitin 2025. Këshilli Prokurorial i Kosovës ia ndarë 18.913.822 euro, ndosë kërkesa ka qenë 23.390.880, përkundër për kufizime buxhetore, realizimi i buxhetit për vitin që kaluar ka arritur 97.45%, duke dëshmuar menaxhim të përgjithshëm dhe efikas të financave publike. Pjesa e 4 paraqitet bashkëpunimi institucional me partnerë vendorë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë i rëndësishëm në mbështetjen e formave
zhvillimit profesional dhe forcimi i kapaciteteve të sistemit prokurorial. Pjesa e 5 është paraqitur raporti i prokurorit të shtetit për vitin 2025, ku gjatë vitit 2025 prokurori i shtetit ka pasur në punë gjithsej 75.240 kallëzime penale, lëndë penale nga regjistra të ndryshëm. Ky numër i lëndëve prej tyre 29.945 ose 39.80% janë të trashëguar botur si lëndë pazgjedhura nga vitet paraprake. Dhe 45.295 ose 60.20% janë pranuar në punë gjatë vitit 2025. Duke qenë se ky raport të trajtohet si pike veçantë rani ditës ku do të ndalen më gjithsesi dhe elaborimi i tire nga ana e prokurorit të shtetit. Pjesa e 6 pasqyron aktivitetet e sekretariatit, këshillit dhe njësive të tij organizative. Vlen theksohet se raporti i auditimit të brendshëm për vitin 2025 ka rezultuar pa asnjë të gjetur, çka dëshmon nivel të lartë të kontrollit dhe menaxhimit institucional. Gjatë vitit raportues janë nënshkruar 37 kontrata, për të cilat 3 procedura kanë qenë me vlerë të mëdha, 27 procedura të prokurimit me vlerë të mesme dhe 6 procedura kuotime çmime dhe 1 procedurë me vlerë minimale. Sa i përket transparencës dhe çastjen e dokumente publike, sekretariati ka ofruar çastje të plotë në 97 kërkesa, ndërsa vetëm një kërkesë është miratuar pjesërisht duke reflektuar nivel të lartë të transparencës institucionale të realizimit të çastjes mbi 90%. Në aspektin financiar, gjatë vitit 2025 janë certifikuar 13.335 faktura në shumë totale prej 4.500.890, pra përfshirë fakturat muajit dhjetor të cilat janë botur për obligimin e vitit 2026. Po ashtu gjatë vitit 2025 janë pensionuar 11 prokuror dhe një prokuror ka dhënë ndërheqje. Në të njëjtën kohë në sistem prokurorial kanë filluar punën 99 zyrtarë të rinja, përfshirë 3 me kontratë me kohë të caktuar, janë pensionuar 20 zyrtarë administrativ, 9 kanë dhënë ndërheqje dhe 1 zyrtar i është ndërprer marrëdhënia e punës. Komisioni disiplinor për staf administrativ ka shqyrtuar 14 raste disiplinore, ku masa e më e rëndë të shqiptimit ka qenë largimi nga shërbimi civil. Gjithsej 189 zyrtarë kanë ndjekur trajnimin në Akademinë e Drejtësisë dhe Institutin e Kosovës për Administratë Publike, ndërsa praktikë profesionale kanë vijuar 17 praktikantë të gjitha nivelet e prokurorive. Një zhvillim i rëndësishëm gjatë vitit 2025 ishte lansimi i portalit të ri të sistemit prokurorial, i cili përfshin dizajnimin dhe funksionalizimin e faqeve të gjitha prokurorive, përfshi dhe faqen qendrore të sistemit prokurorial me qëllim të rritjes së performancës, transparencës dhe komunikimit me publikun. Në fushën juridike dhe përfaqësim institucional gjatë vitit 2025 janë proceduar 2 padi në gjykatën themelore në Prishtinë, janë paraqitur 50 përgjigje në padi për gjykatën të Kosovës, është realizuar përfaqësimi 94 seancave gjyqësore, janë proceduar 5 ankesa, 25 përgjigje, janë hartuar 3 përgjigje me revizion dhe 3 kërkesa për mbrojtje të lishmërisë, janë paraqitur 4 prapësime në gjykatën themelore si dhe 40 shkresa tjera të natyra të ndryshme. Pjesa 7 e raportit përfshin aktivitetin njësisë shqyrtim performancës, e cila ka ofruar mbështetje në procesin e avancimit, transferimit, rekrutimit prokurorëve, si dhe hartimin e raporteve statistikore dhe analizave të ndryshme. Gjatë vitit 2025, Këshilli Prokurorëve të Kosovës është përballur me një sër sfida të ndryshme që të vlen të përmenden. Mosplotësimi i përbërjes së Këshillit me 2 anëtar. Sulme nga institucionet tjera me qëllim të dëmtimit të besimit publikut në sistemin prokurorial. Mungesa e bashkëpunimit me institucione tjera për realizimin e zotimeve nga deklarata e përbashkët e zotimeve. Dorëheqja e prokurorëve të komunitetit serb. Buxhetimi pa mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha obligimet e krijuara. Mos dekretimi i kryeprokurorit të shtetit. Ndërmarrja e aktiviteteve të shumta për mbrojtjen e pavarësisë së Këshillit dhe prokurorit të shtetit që ndërlidhen me iniciativa të ndryshme ligjore. Specializimi i prokurorëve për trajnimin e krimeve karakteristike, korrupsion, krim organizuar, krim ekonomik dhe krimi kibernetik. Mos respektimi i parimit të transparencës përmes disa publikime mediale që ndikojnë drejt për drejt në dëmtimin e besimit publiku në sistemin prokurorial. Infrastruktura, zgjerimi i hapësira për Këshillin dhe zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Ngritja e kapacitete profesionale të personelit të sistemit prokurorial. Përkundër sfidave
sistemi prokurorial ka vazhduar të ushtrojë mandatin e tij dhe me profesionalizëm, integritet dhe përkushtim ndaj sundimit të ligjit dhe interesit publik. Faleminderit. Faleminderit zoti Strefi për prezantimin e këtij raporti në mënyrë kaq të detajuar. A ka dikush që dëshiron ta merr fjalën lidhur me këtë pikë të rendit të ditës? Nëse jo, e hedhim në votim. Kush është për miratimin e këtij raporti? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, kundër asnjë, abstenim asnjë, miratoi raportin vjetor të Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2025. Kalojmë në pikën 10 të rendit të ditës, e cila siç e shihni pra nga agjenda është raporti i prokurorit të shtetit për vitin 2025 dhe raporti i veçantë. Në pikën e 10 të rendit të ditës, pra është para shqyrtimi i këtij raporti të prokurorit të shtetit për vitin 2025 dhe raporti i veçantë, mirë po duke qenë se ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit siç e cekëm pra në fillim zoti Qalaj, sot nuk është në këtë takim, kjo pikë e rendit të ditës do të shtyhet për takimin e radhës. Kalojmë te pika 11 e rendit të ditës, që është raporti vjetor i mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2025. Tek pika 11 e rendit të ditës, pra kemi këtë raport vjetor të mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2025. Andaj për të prezantuar këtë raport, ftojmë koordinatorin e komisionit të përhershme të sekretariatit të KPK, zotin Besim Kusari. A kemi këtu zotin Kusari, po, që ta bëj prezantimin e këtij raporti. Hajde, zotëri Kusari, fjala është për ju. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar kryesues, zëvendës kryesues, antar Këshillit dhe drejtori i sekretariatit dhe pjesëmarrës tjerë. Unë do ta bëj prezantimin e shkurtër të raportit vjetor të mekanizmit përcjellës, i cili është i ndarë në 2 kapituj. Kapitulli i parë tregon për numrat e përgjithshëm, ndërsa pjesa e dytë pasqyron grupet e veprave penale, cilat janë 9. Në pjesën e parë filloj me gjendjen dhe trajtimin e kallëzimeve penale. Siç e dini, mekanizmi i përbën gjatë 5 vepra penale karakteristike, duke përfshirë armët, drogat, kontrabandën me migrant, krimin organizuar, korrupsionin, shpërndarjen e paras, trafikimin me njerëz, krimet ekonomike dhe nxitjen e urrëties. Nga periudhat e kaluara janë trashëguar 1546 raste në total. Gjatë vitit 2025 janë pranuar 1108, ndërsa nga regjistri PP në regjistrin PP kanë kaluar 339 raste. Falni pak. Ta presim kolegun pra zoti Kusarin derisa të kthehet për të vazhduar raportimin. Sepse si duket i njëjti ka një ftofje kronike edhe ka nevojë që të ta liroj pyetjen për të shprehur më lehtë.
Zotri Kusari, atëherë po i bëjmë 5 minuta apo 10 pauzë, drejtor? 10 minuta pauzë, okej. Atëherë kthehemi pas 10 minutave.
kësaj pauze të shkurtër, vazhdojmë. Tani fjalën ja kalojmë pra drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotit Sami Strefi, për të vazhduar në prezantimin e raportit që filloi zoti Kusari. Unë fjala për ju, zoti Strefi. Faleminderit kryesues, nderuar zëvendës kryesues, antar këshillin, pa mundësi që kolegu zoti Kusari që të lexoj këtë raport atëherë në pikat shkurta do të mundona që paraprakisht ta lexoj duke pas parasysh që edhe të njëjtën e keni edhe me material. Veprat penale karakteristike, mekanizmi përcjellës ndërinstitucional, raporti vjetor 2025. Gjendja dhe trajtimi i kallëzimeve penale 2025. Nga periudhat e kaluara janë trashëguar 1546 raste me 3366 persona të përfshirë në veprat penale karakteristike. Gjatë vitit 2025 janë pranuar 1108 raste me 2190 persona nga regjistri PPN në regjistrin PP. Kanë kaluar 339 raste me 887 persona. Nga tërësia prej 2933 rasteve me 6443 persona, gjatë vitit 2025 janë proceduar 882 raste me 1788 persona dhe në fund vitit 2025 kanë mbetur 2111 raste me 4655 persona. Mënyra e procedimit personave në vitin 2025. Gjatë vitit 2025 prokurorit kanë proceduar rastet 1788 persona të përfshirë në veprat penale karakteristike, prej tyre për 805 persona apo 48% personave janë ngritur akt akuza. Ankesat e palëve në prokurorit e apelit janar-shtator 2025. Gjatë vitit 2025, palët në prokurorinë e apelit kanë parashtuar ankesë dhe vendime të prokurorive. 195 ankesa kundër vendimit për herë të kallëzimeve, prej tyre apeli ka aprovuar 72 apo 35% të ankesave. 58 ankesa kundër vendimit për pushim të hetimit, prej tyre apeli ka aprovuar 32 apo 55% të ankesave. 4 ankesa kundër dështimit të prokurorive për të ndërmarrë veprime brenda 6 muajve, prej tyre apeli ka aprovuar 4 apo 100% të ankesave. Vendimet e gjykatave 2025. Gjatë vitit 2025 gjykatat kanë marrë 615 vendime ndaj të akuzuara për vepër penale karakteristike, prej tyre 417 apo 68% të akuzuar janë shpallur fajtor. 178 apo 29% të akuzuarve janë liruar. Për 12 apo 2% të akuzuar është refuzuar akt akuza. Për 8 apo 1% të akuzuar është hudhur para shqyrtimit gjyqësor. Ankesat e prokurorive 2025. Gjatë vitit 2025 prokurorit kanë parashtruar 102 ankesa ndaj vendimeve të gjykata prej tyre. 75 apo 74% të ankesave ndaj vendimeve për lartësinë e dënimit. 27 apo 26% të ankesave për arsye të tjera. Gjatë vitit 2025 gjykata e apelit ka aprovuar 6 ankesa të prokurorive, ndërsa ka refuzuar 1 ankesë. Dhe këtë në fund, gjendja dhe trajtimi rasteve PP në 2025. Nga periudat e kaluar janë trashëguar 1093 raste PPN me 2658 persona, ndërsa gjatë vitit 2025 janë pranuar 688 raste PPN me 968 persona. Nga tërësia prej 1781 rasteve, PPN me 3626 persona në regjistrin PP janë mbartur 339 raste me 891 persona dhe janë mbyllur 544 raste PPN me 762 persona. Në fund vitit 2025 kanë mbetur 898 raste PPN me 1971 persona. Ky është raporti mekanizmit përcjellës për vepra penale karakteristike ndërinstitucionale për vitin 2025. Faleminderit kryesues. Falenderojmë zoti Istrefi për prezantimin e këtij raporti vjetor të mekanizmit përcjellës pra ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2025, sikurse zotin Kusari për pjesën e parë. A dëshiron dikush ta marrë fjalën?
lidhur me këtë raport? Nëse ju, hedhim në votim. Kush është për miratimin e këtij raporti? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratoi raportin vjetor të mekanizmit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për vitin 2025. Piki 12 e rënit të ditës, siç e keni në agjendë, është raporti i Komisionit për kushte të tregut të punës. Te kjo pikë pra kemi raportin e Komisionit për kushte të tregut të punës, duke qenë se kryesuesi i këtij komisioni është zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorale të Kosovës, zoti Dardan Vuniqi, ftojmë të njëjtin që ta prezantoj këtë raport. Zotri Vuniqi, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Faleminderit kryesues. Unë pika të shkurtë raportin e njëjtë ju e posedoni edhe brenda agjendës. Ne kemi shqyrtuar kërkesën e një kolegut në prokurorinë themelore në Ferizaj. Rrjedhimisht Albanis Rexhepi ka bërë kërkesë tek Komisioni për kushtet të tregut të punës, me të cilin ka kërkuar shtesat për punën dhe angazhimin e tij në sistemin prokurorial. Ne kemi pa që kjo çështje është trajtuar disa herë radhazi në Këshill Prokurorial dhe Komisioni paraprak ka marrë vendime përkatëse lidhur me këtë çështje. Dhe ne i kemi rekomanduar Këshillit Prokurorial që të njëjtit i bëhet kompenzimi karshi propozimit të cilin e kemi parashtruar dhe kemi paraqitur me shkrim tek Këshilli Prokurorial, natyrisht që vlera për 200 eurove tashmë i takon. Kjo ka ardhur si rezultat edhe i konsultimit mekanizmat e brendshëm, e në veçantë edhe me zyrën ligjore të cilën e kanë bërë më herët edhe kush edhe Komisioni paraprak, natyrisht që mbi bazën e atij interpretimi edhe zyra e personelit ka ardhur me një rekomandim lidhur me këtë çështje dhe natyrisht që të njëjtit i takon kompenzimi financiar në shtesën prej 200 euro nga viti 2025 dhe t'i bëhet kompenzimi përkatës, paga dhe kalkulimi i saj të bëhet nga zyra e pagave. Kështu që nuk kemi hasë në ndonjë pengesë ligjore, zyra personelit ka ardhur me rekomandime me vendime, atëherë ka pranuar një shkresë nga departamenti ligjor me të cilin është interpretuar dhe ky interpretim pastaj u ka shërbyer atyre që nxjerrin një vendim ose një dravendim. Unë kërkoj nga Këshilli Prokurorial që të mirët vendimi përkatës, të njëjtit i takon shtesa si kuadër deficitar dhe shtesa në vlerë për 200 euro, ndërsa kalkulimet të tjera, vlera 185 euro dhe vlerat të tjera të bëhen nga zyra e pagave. Nuk edhe zyra personelit, edhe zyra për buxhet dhe financa ka thënë që nuk ka ndonjë pengesë dhe të njëjtit të takon, i njëjti është i diskriminuar me koeficient 5.3. Disa herë kemi marrë vendime, ish kryesuesja e Komisionit për Buxhet Zonja Shajkovci ka pru rekomandime, kështu që me se ekzistojnë disa vendime për të njëjtin çështje, ne kemi propozuar që për vitin 2025 të njëjtit i takon shtesa në përputhje me legjislacionin në fuqi. Faleminderit. Faleminderit zotri Vuniqi për prezantimin e këtij raporti, me nga ajo që pash deri më tani, e pash që kjo është një çështje që tani më ka kaluar në përgjithësa trupat e Këshillit Prokurorial të Kosovës, pra duke filluar nga zyra e personelit, pastaj Komisioni për Buxhet dhe Financa gjithë ato shërbime tjera. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën këtu? Po, urdhno, më fal. Në të lutem. Faleminderit shumë. Një shtarim minimal shtesë. Kjo çështja e zotit Albanit Rexhepi është trajtuar me disa vendime të Këshillit Prokurorial. Vendimi KPK-s 764/2024, 199/2025, 10/7/2024. Kanë qenë 3 vendime të cilat janë vendosur për çështjen e tij për periudhën 7 maj deri dhe 10 korrik është llogarit diferenca, 11 korrik deri me 31 dhjetor është llogarit diferenca, po prej datës 01/2025 e tutje nuk është llogaritur diferenca shtesë, prandaj kjo ka qenë edhe kërkesë vazhdimisht që e kemi pranuar. Ne atëherën po e lexoj edhe përfundimisht edhe rekomandimin nëse në bazë të gjitha të lartë cekra Komisioni për kushtet të tregut të punës, kuadër të KPK-s konstaton se zotëri Albanit Rexhepi, teknik i teknologjisë informative në prokurorinë themelore Ferizaj, për periudhën 7 maj deri me 10 korrik 2024 në bazat mujore në emër të shtesa për kuadër deficitar të kompenzohet në llogaritjen nga siç ka bërë divizioni i pagave 181.5 euro, ndërsa për periudhën 11 korrik deri 31/12/2024 dhe për vitin 2025 për Komisioni parashet shtesën në vlerë prej 200 euro. Natyrisht që ky kalkulim, por edhe kalkulimet dhe shtesat për kuadër deficitar për kompenzim do ta bëj divizioni pagave dhe shërbimeve në prokurorinë të prokurorëve në sekretariatin e Këshillit Prokurorial. Kështu që shifrat mund të jenë
pastaj edhe variabël. Ne nuk kemi gjetë ndonjë, është një historik i gjatë i të njëjtit, sepse edhe kur ka një rregulloria për koeficient edhe për sistematizim vendi punës ka psu ndryshime, kështu që shkelje ligjore nuk janë bërë deri me tani, kështu që njëjta mund të procedohet tutje. Komisioni një zëri ka vendosur që të procedohet tutje. Faleminderit, zotëri Vuniçi. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Lidhur me këtë raport, komisionit. Nëse jo, e hedhim këtë raport pra në votim për miratimin e këtij raporti. Kush është për miratimin e këtij raporti? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratoi raportin e Komisionit për kushtet të tregut të punës. Në pikën 13 të rendit të ditës kemi propozimin për lirim nga norma orientuese për prokurorën Sebaate Sinoni nga Prokuria e Apelit të Republikës së Kosovës. Tek pika 13 pra e rendit të ditës e kemi këtë propozim të pranuar nga zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokural të Kosovës zoti Dardan Vuniçi për lirimin nga norma orientuese për prokurorën Sebaate Sinoni, andaj ftojmë të njëjtën për ta elaboruar më në detaje këtë propozim. Nderuar zoti Vuniçi, fjala për ju. Faleminderit e nderuar kryesues, ashtu siç edhe kam propozuar edhe më parë për shkak të fuzionimit të dy komisioneve në një komision, me që tashmë kemi praktikën edhe për prokurorën nga Prokuria e Apelit zonja Nazan Sherrë dhe në përputhje me rregulloren për Koce, e njëjta çështje nëse bëhet fjalë për Prokurorinë e Apelit kërkohet një aprovim i Këshillit, kërkoj nga ana ju edhe kolegëve që lirohet nga norma orientuese Prokuroria Sebaate Sinoni në momentet kur ajo është e angazhuar në Këshillin në Komisionin për Buxhet Financa, pra kërkoj ngjajshëm me prokurorën Nazan Sherrë për punën kur ajo është e angazhuar këtu të mos ngarkohet me lëndë për shkak të zhvillimit të madh të punëve të lëndëve që ka Prokuroria e Apelit. Pra bëhet fjalë për periudhën kur ajo ndodhet në komision dhe natyrisht që komisioni ka nevojë që ta mbështesë zonën Sebaate Sinoni. Mirë, faleminderit. A ka dikush dëshiron ta merr fjalën këtu? Po, kolegu Mlator, no. Çes penal. Po, faleminderit kryesues. Jam kundër kësaj pike për arsye që dihet se që një kohë norma orientuese vetë se është hequr nga puna e përditshme e prokurorisë zyrës së prokurorit shtetit, prokurorisë speciale dhe prokurorisë së apelit. E di që në të kaluamën prokurorët e apelit kur kanë pas norme kemi zbatu, por tani konsideroj që është e arsyeshme. Ndoshta si zgjidhje ndërmjetme për ta kaluar këtë çështje do të ishte që gjatë kohës sa prokuroria është e angazhuar në komisionin për kac, sipas kërkesës së vet antarit Dardan, të ishte mos ngarkimi me lëndë në smil, por jo ndonjë lirim tjetër nga norma, sepse tani me normë nuk ka dhe nuk ka çfarë të lirohet, sepse nuk ka normë fare. Faleminderit. Faleminderit kolegu Milat, ashtu e tha edhe kolegu Uniçi nëse e dëgjut me vëmendje, vetëm gjatë kohës së angazhimit të saj në aktivitetet e komisionit përkatës e njëjta mund të lirohet, është e vërtetë sepse me plotësi ndryshimin që kemi bë të aktit përkatës sa i përket normës orientuese, është e vërtetë që këto trija nivelet janë të liruar nga norma. Mirë po, duhet ta kemi një gjë parasysh, për shkak se në Prokurinë e Apelit, secili prokuror duhet t'i trajtojë, për mos me thonë me dhjetra, por gjithmonë aty mbi 10 lëndë brenda ditës që i shkojnë edhe me smil dhe të njëjta duhet të procedohen, sepse atje afatet për vendimmarrje, bazuar në 184 dhe 156 të kodit të procedurës penale, janë të përcaktuara strikt, pra ke afatin më të gjatin 15 ditor për të trajtuar tek lëndë takap, edhe kjo është ndërsa tek lëndë tjera që shkojnë me ankesë më shkurtër. Prandaj kjo është edhe arsyeja që të mos grumbullohen ato lëndë gjatë kohës sa ajo është këtu në aktivitetet të Këshillit. Unë kuptoj sepse ne nga apeli kemi edhe një prokurore tjetër që po ashtu është antare e komisionit të përhershëm në kuadër të komisionit për vlerësimin e performancës dhe natyrisht çdo lirim që bëhet ndaj tyre i bie barr te kolegët tjerë në Prokurinë e Apelit, derisa gjithë e dim sepse edhe atje ka mungesë të prokurorëve sikurse në çdo prokuri tjetër të çdo niveli. Prandaj ndoshta një zgjidhje që është bë për antaren që është në komisionin për vlerësimin e performancës do të ishte e mirëseardhme edhe në rastin e kolegës në fjalë Sebaate Sinoni, në mënyrë që të kemi një standard për të gjithë antarët që angazhohen në komisionet të përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nëse kështu po mendoj që edhe ju ndoshta
mund të mendoni, apo ndoshta keni ndonjë mendim tjetër. Ka dikush diçka tjetër që don me thonë? Po, urdhën. Të njëjtën e thotë udhëzimi administrativ për normë orientuese, prokurorët të cilët me vendim të këshillit angazhohen në komisione të përhershme si antar do të ngarkohen deri me 50% të lëndëve penale të përcaktuara nga ky nen dhe nga departamentet prej të cilat vjen prokurori i prokurorisë përkatëse. Kjo e thash edhe një herë për shkak të vëllimit të madh të punëve dhe të angazhimit. Nëse e njëjta po qëndron një ditë këtu, atje po i ngarkohen lëndët, kështu që me që prokuroria apelit tash ka afate të shkurtra, mos t'ja pamundsojmë edhe prokurorës pastaj që ta ushtroj funksionin këtu dhe në prokurorinë përkatëse. Kështu që praktika ekziston, prandaj kërkoj mirëkuptimin e juaj që kjo çështje të përcjellet të tutje. Bëhet fjalë për këto prokurori, ndërsa për prokuroritë themelore tashmë rregulloria në mënyrë automatike e rregullon këtë çështje. Kur është fjala për apelin special në DZKPSH-n thotë që duhet kaloj përmes këshillit. Vetëm gjatë kohës së angazhimit në komision, siç e tha edhe kolegu Milot, dhe vetëm gjatë asaj kohë, jo gjatë tërë kohës që të jetë me 50%, domethënë ashtu sikur që parashihet në udhëzim. Prandaj ta sqarojmë. Okej, kush është për këtë propozim? Për lirim nga norma, gjatë kohës sa është e angazhuar në aktivitete, pisho, gjithë 6. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, pra konstatoj se këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratoi propozimin për lirim nga norma orientuese për prokurorin Sebate Sinoni vetëm gjatë kohës së angazhimit të saj në komision përkatës ku është ajo e angazhuar. Në si pikë 14 e rënit e ditës, pra kemi tërheqjen e prokurores Iliriona Çollaku Tafa, në pikën 14, pra kemi dorëheqjen e së njëjtës, prokurora Iliriona është prokurore në Prokurorinë Speciale, për ata që nuk e dinë, e cila me vendim të Këshillit Prokural të Kosovës me numër KPK numër 956/2025 të datës 22 tetor 2025, nga data 1 dhjetor e vitit 2025 është në pushim pa pagesë. Pra me vendim të këtij këshilli, njëjta i është miratu kërkesa që ka bë për pushim pa pagesë. Prokuroria Iliriona me datë 4 maj 2026 ka dorëzuar dorëheqjen nga pozita e prokurorit për arsye personale dhe profesionale, ashtu sikur që e ka cituar edhe vetë në kërkesën e saj. A ka dikush të dëshiron ta marrë fjalën lidhur me këtë kërkesë për dorëheqje të prokurores Iliriona? Jo, Milot? Faleminderit kryesues. Vërtet nevojat e sistemit prokurorial në tërësi, veçanërisht të prokurorive themelore, por edhe prokurorisë speciale janë që ketë sa më shumë prokuror dhe jo që të na ikin prokurorët, siç ka ndodhur tani me 2 prokurorë brenda një kohe të shkurt kanë dhënë dorëheqje. Megjithatë, instituti i dorëheqjes është i njohur dhe nuk mund t'ja imponojmë askujt që ta mbojmë përkundër vullnetit. Unë me qenë se vi nga prokuroria speciale pas pranimit kësaj letre të dërguar zyrtarisht nga këshilli, kam pas një bisedë me prokurorën dhe mu njëjtë më ka thonë që thjesht dorëheqjen e ka ofruar për shkak të arsyeve personale. Kjo ndoshta është e mirë në rastin tonë, sepse do të ishte shumë shqetësuese nëse një prokuror jap dorëheqje për arsye të punës ose ndonjë arsye që lidhet me punën, siç ka qenë të paktën njoftimi i prokurorit Koca në dorëheqjen e tij. Kështu që vetëm po shfrytëzoj rastin me falendëru për gjithë shërbimin dhe kontributin që ka dhënë prokurori në sistem drejtësisë dhe në sistemin prokurorial prej afro 10 vitesh në cilësi të prokurores. Faleminderit. Faleminderit. Milot, a ka dikush tjetër që dëshiron të marrë fjalën këtu? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për aprovimin e dorëheqjes së prokurores Iliriona Çollaku Tafa? 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratoi dorëheqjen e prokurores dhe bazuar në N 26, paragrafi 1 i ligjit për Këshillin Prokural të Kosovës, propozimi dërgohet presidentit për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit. Si datë të lirimit nuk e di, nëse do ta marrim datën kur i miraton dorëheqjen presidenca, për shkak se njëjta edhe ashtu nuk është pjesë sa i përket çështjes pagës e çështja tjera. Kështu që të merret domethënë data e miratimit nga ana e presidentit, nëse nuk keni dikush diçka, sepse deri në atë kohë konsideroj se njëjta mbetet kështu, pra me këtë mandat. Okej. Atëherë pika 15 e rënit e ditës, siç e keni në agjendë, pra është njoftimi për arritje të moshës së pensionimit të një prokurori në Prokurorinë Speciale. Te kjo pikë, pra kemi këtë njoftim të prokurorës Zonjes Fikrie Krasniqi Fizullahu, prokurore në Prokurorinë Speciale, e cila arrin moshën e pensionimit me datë 28 maj 2026. Pra
pas disa dite. Andaj duke qenë se kjo vetëm se është çështje të cilën e ka rregulluar edhe vetë ligji, nuk kemi nevojë që ta vendosim në votim, kështu që bazuar në 26 paragrafin e ligjit për Këshillin Prokuror të Kosovës, propozimi dërgohet presidentit për lirim nga detyrë. Si ka përfunduar mandati si antar e Këshillit, duhet të bëjmë zëvendësimin e saj në këtë grup punues. Andaj propozoj që për antar të këtij grupi punues të jetë kryeprokurori i prokurisë themelore në Prizren, pra zotri Petret Koziu. Nëse dikush tjetër ka një propozim tjetër përveç këtij, unë këtë e kisha propozuar, për shkak se ka një performancë mirë, është kryeprokuror dhe ka një përvojë të mirë në këtë aspekt, mendoj se mund të jap edhe kontributin e tij pra në këtë punë. Ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën këtu? Nëse jo, vendosim në votim këtë propozim. Kush është për aprovimin e këtij propozimi që kryeprokurori Petret Koziu të jetë antar i këtij grupi punues? Okej. 6 janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, vendosi që kryeprokurori i prokurisë themelore në Prizren, zoti Petret Koziu, të jetë antar i grupit punues në ekipin për mbikëqyrjen e zbatimit të strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit për kontrollin e armëve të vogla, të lehta dhe eksplozivëve. Vazhdojmë dhe kalojmë në pikën 17 të rendit të ditës, siç është para pra me agjencë që keni pranë vetes, e cila është propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 03/2021 për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik SMIL në sistemin prokurial. Te kjo pikë kemi propozimin e zotit pra Visar Krasniqi që dha në fillim. Andaj ja kalojmë fjalën të njëjtit për ta elaboruar më tepër këtë propozim. Urdhno zotri Krasniqi, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Atëherë, siç e thash në fillim, grupi punues i ngarkuar me vendim të Këshillit me datën 14 prill për me monitoru zbatimin e kësaj rregullore, veç i ka realizuar gjitha vizitat në terren në gjitha prokuritë e vendit dhe po ashtu në gjitha këto vizita që kemi vënë, i kemi paralajmëruar me kërkesat e zyrës BE-s karshi sistemit prokurial. Dhe përmes me zgjat shumë, po ju njoftoj që zyra BE-s në një takim që u zhvillu me datën 29 prill, ka pas kërkesa shumë specifike, sa i përket edhe Këshillit, edhe sa i përket kryeprokurorëve. Dhe gjitha kërkesat që kanë dalë për kryeprokurorët ne i kemi adresu në takimet që kemi marrë. Prandaj vetëm po argumentoj se kolegu Milot tha nuk është urgjente, ne kemi vlerësuar shumë urgjente sepse është kërkesë e zyrës BE-s. Kjo për shkak se ka shumë rrezik që sistemi prokurial të penalizohet nga plani i rritjes për shkak të vërejtjeve që ka pas edhe vitin paraprak në raportin e progresit lidhur me mospërdorimin ose me zbatimin e sistemit SMIL nga disa nivelet e prokurive. Prandaj, kryesues propozoi që i njëjti grup punues që është në monitorim të kësaj rregullore të jetë edhe në procesin e plotësimit ndryshimit, vetëm të shtohen edhe 2 antarë shtesë, të shtohet Ilir Hetimi nga sekretariati për shkak se i njëjti janë duke punuar edhe me policinë në përgatitjen e disa shabloneve dhe është e rëndësishme të njëjtit mi pas edhe në këtë grup, si edhe Fardita Saliu, administratorën e prokurisë në Prizren. Vetëm po lexoj rekomandimin e parë që jemi në finalizim të raportit mbikëqyrjes. Rekomandimi i parë thotë kështu: të bëhet plotësim ndryshimi i rregullores për menaxhimin e lëndëve përmes sistemin elektronik SMIL, duke përfshirë dispozita që rregullojnë çështjet që kanë të bëjnë me qasjen në sistem, datën e pranimit lëndëve, llojet e regjistrave, shpërndarjen e lëndëve, përpunimin e dhënave gjatë shkembimit elektronik, rastet konfidenciale, arkivimin e dokumenteve, përgjegjësitë disiplinore në rast të moszbatimit të SMIL-it, si edhe gjenerimin dhe administrimin e raporteve statistikore dhe çështje tjera relevante. Pra, kjo rregullore ka një qëllim të parë, zyra BE-s ka kërkuar që moszbatimi i rregullores
të trajtohet mosbartimi i smiljet realisht, që i bjen edhe mosbartimi i rregullorës, të trajtohet si çështje disiplinore duke përfshirë nga kryeprokurorët, prokurorët dhe stafi mbështetës. Andaj propozoj që të formohet grupi punues me këta dy emra shtesë që i propozova. Mirë, faleminderit Visar. Po, Grupi paraprak për monitorim të rregullorës ka qenë Visar Krasniqi kryesues, Armend Hamiti, Arben Ismaili, Eset Roma dhe Ermal Demhasaj prokuror. Kurse Nexhat Haziri Besim Kusari nga sekretariati, unë po propozoj edhe dy emra shtesë, domethënë kjo përbërje, Ilir Hetemi dhe Ferdita Saliu. faleminderit Visar. Është e vërtetë ajo çfarë thatë që është nevojë imediate që të plotësojë ndryshimi i kësaj rregullore. Unë edhe nga takimi që kam pas, do të thotë edhe me përfaqësues të zyrës së BE-s, por edhe nga kolegët që kemi nga Këshilli Gjyqësor, e kam pasur që ata kanë bërë këtë plotësim ndryshim. Pra janë një hap para nesh në këtë rregullore. Prandaj edhe ne duhet ta plotësojmë dhe ndryshojmë këtë rregullore në raport me kërkesat që kanë dalë, për shkak se edhe kjo rregullore tani më ka disa vite që e kemi pa në sistem dhe natyrisht mund të ketë ndoshta gjatë kohës së punës që do ta bëni, gjatë kohës së komentimit pse jo, mund të ketë do të thotë edhe kërkesa edhe nga trupat tanë të brendshëm apo nga prokurit, sepse më së miri ato e dinë punën që e bojnë në kuptimin e regjistrimit elektronik të lëndeve, pra në SMIL, në mënyrë që defektet që i kanë pa gjatë zbatimit të kësaj rregullore ti plasojnë tek ne dhe ti shohim se nëse të njëjtat mund të futen në këtë rregullore. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën për këtë propozim të kolegut Visar? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e këtij propozimi? 4 janë për. Kush është kundër? Abstenim? 2. Konstatoj se Këshilli me 4 vota për, kundër asnjë dhe 2 abstenim, pra e vendosi këtë propozim që të kaloj tutje. Tek pika 18 e rendit të ditës, kemi caktimin e anëtarit zëvendësues të Komisionit për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Te kjo pikë e rendit të ditës është propozimi i kryesuesës së Komisionit për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Andaj ja kalojmë fjalën zonjës Elza Bajrami Kastrati. Urdhno, zonja Kastrati, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Atëherë, duke qenë se ndërkohë i ka skaduar mandati prokurorit Lulzim Sulejmani, unë propozoj që si antar zëvendësues, antar rezervë në Komisionin e Vlerësimit të Performancës të caktohet prokurori Arben Ismaili nga Prokuria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda. I njëjti konsideroj se i plotëson kriteret për qenë antar, për shkak se edhe herën e kaluar në listën e propozimeve që është bërë nga secila prokurori, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan e ka propozuar prokurorin Arben Ismaili, kështu që edhe verifikimi në lidhje me plotësimin e kritereve tashmë veç është i përfunduar. Faleminderit. Fjalën? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e këtij propozimi që prokurori Arben Ismaili të jetë antar zëvendësues në Komisionin për vlerësim të performancës së prokurorëve? 5 pra janë për, kundër, nuk ka abstenim? 1. Konstatoj se Këshilli me 5 vota për, kundër asnjë, abstenim 1, vendosi që prokurori Arben Ismaili të jetë antar zëvendësues në Komisionin për vlerësim të performancës së prokurorëve dhe mandati i tij sipas Neni 36 paragrafi 1 rregullore 05/2020 për vlerësimin e performancës së prokurorëve është 5 vjeçar. Në pikën 19 të rendit të ditës që e keni pranë vetës, e kemi kërkesën e kryeprokurorit të prokurisë së apelit. Ju njoftoj se me datë 23 prill 2026 kam pranuar kërkesën e kryeprokurorit të prokurisë së apelit për dhënien e pëlqimit lidhur me propozimin për caktimin e të njëjtit për rishikimin e vendimeve të Komisionit të Apelit të Federatës së Futbollit të Kosovës, i njëjti kërkesën e mbështetjen në Nenin 37 të ligjit për prokurorin e shtetit, si dhe kërkesës ja ka bashkangjitur edhe propozimin e Federatës së Futbollit të Kosovës. A ka dikush që dëshiron ta merr fjalën? Po, kolegu. E para është një propozim shumë i çuditshëm. Kryeprokurori i Apelit propozon vetëm për të qenë në një trup ku është për te këso është me pagesë. Thotë proceduralisht konsideroj që ka ardhur gabimisht e adresuar sepse është dashur të trajtohet nga ose të propozohet nga dikush tjetër, qoftë ndonjë koleg i Apelit, por jo i njëjti ta propozoj vetëm në një organ ku
ka një pagesë të cilën nuk e di sa është, por e rëndësishme është që në këtë trup ky propozim duhet paguhet. Prandaj mendoj që proceduralisht është gabim me adresuar dhe jam kundër që të jetë pjesë e kësaj trupe. Dehet kolegu Visar, a ka dikush tjetër që dëshiron të marrë fjalën? Fal. Faleminderit. Faleminderit. Sa shoh propozimin krye prokurori i apelit e ka kërku për të marrë pëlqimin për Këshillit, siç kërkohet me ligj dhe kodin e etikës për angazhime në veprimtari shtesë, që janë arsimi, kultura, sporti, veprimtaritë akademike, që disa prej neve edhe këtu në Këshill i kemi paralelisht punës cilën e bëjmë si antar të Këshillit dhe si prokuror. Nuk qëndron konstatimi i antarit Visar Krasniqi se është vetë propozu, por e sheni në faqen e dytë është propozimi i ardhur prej Federatës Futbollit, ndërka që ky vetëm e ka përcjell në Këshill, sepse për këto veprimtari, edhe pse të lejushme me ligj dhe kod të etikës, duhet marrin miratimin përfundimtar të Këshillit, ndërka që për prokurorët e dim që është e rregulluar që për ta vendosin kryeprokurorët. Kështu që unë besoj se ka edhe raste tjera dhe janë veprimtari të lejushme, ndërka që i mbetet edhe federatës nëse ky angazhohet dhe këtij që të mos pranoj dhe të mos merr kompenzim më të madh se sa që parashihet ai 25% që i lejuar me ligj, i kalkuluar mbi pagën bazë, si edhe deklarimi rast për rast i ndonjë konflikti të interesit gjatë veprimtarisë që munden me qenë dhe janë të mundshme të ndodhin praktik. Edhe unë jam në parim që kjo kërkesë miratohet. Ka dikush tjetër që dëshiron të marrë fjalën? Ja, falet. Pajtuana me kolegun Milat sikur të ishte ex officio atë antar. Po s'po, proceduralisht ka mujt me orë prej një kolegë, unë e kam lexuar dhe letrën e federatës, mirë po proceduralisht nuk është e ishme i njëjti me propozu vetën për të qenë në këtë trup. Dikush tjetër a ka me thonë diçka lidhur me këtë? Nëse jo, vendosim në votim. Kush është për miratimin e kësaj kërkese? 3 janë për, kush është kundër? 3 janë kundër, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 3 vota për, 3 kundër, abstenim nuk ka, pra vendosi që kërkesa në fjalë të mos kaloj, sepse 3 me 3 nuk kalon. Drejtora, jemi në rregull në këtë pjesë. Proceduralisht jemi në rregull, okay, sepse 3 me 3 pra nuk kalon. Konform linjit 14, paragrafi 3 i ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, propozohet që pika tjera të rendit të ditës të trajtohen me dyrë të mbyllura. Kush është për këtë propozim, duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me çështje pra disiplinore, çështje tjera? Pra çet 6-it jemi për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, vendosi që pika tjera të rendit të ditës të trajtohen me dyrë të mbyllura. Derisa të ky takim, pra do t'i trajtojmë pastaj pika tjera për disa minuta, let më